Asnjë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk e voton një qeveri dhe një kryesues apo një kryetare kuvendit siç është Albolena Axhiu dhe vetëm sa i përket qëndrimit tonë dhe kemi të bashkërënduar çdo vendim dhe qëndrim dhe sigurisht që ne diskutojmë këtu edhe në organet tona të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ne me plot besim i thojmë që asnjë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk e voton një qeveri dhe një kryesues apo një kryetare kuvendit siç është Albolena Axhiu dhe vetëvendosjen si parti në udhëheqjet e qeverisë. Prandaj te ne kjo nuk qëndron, ky pretendim dhe besoj që komo vërtetuar edhe në kuvendin e Kosovës sot në këtë seancë në episodin e 21 që fatkeqësisht po shihet qartë që nuk ka një reflektim prej pozitës apo prej partisë më të madhe që është në Parlamentin e Kosovës, po që nuk i ka votet e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit të Kosovës. Pra sipas jush, vetëvendosja nuk mund ta bëj dikë kryetare të kuvendit me votat të dikujt nga Partia Demokratike e Kosovës, pasi që ka qenë më herët rasti Adelina Krajincës. Jo, nuk mund me qenë, sepse ne vazhdimisht jemi në komunikim me gjithë kolegë deputet dhe me gjitha strukturat e partisë dhe qëndrimi jonë është qartë dhe çdo deputet i Partisë Demokratike të Kosovës e ka bërë të qartë që nuk do të voton Albolena Axhiun për kryetarin e kuvendit dhe nuk ka asnjë bashkëpunim me lëvizjen e vetëvendosjes.